Doni? Aty e keni dhe atë. Këtë doni. Që mos them dhe ata tjerë që rinë tani të fshehur se shthon inshallah tani, po qohen ata që e kanë mbështetur Edi Ramën, edhe po shkojnë pas Berihajt se ne nuk e mundim dot. Mua nuk ka nevojë të më mundni, miqtë mi. Ju jo. Ju jo. Mua nuk ka nevojë të më mundni fare. Unë nuk e kam me ju betejën. Unë betejën e kam bashkë me ju. Dhe qa niveli e duam Shqipërinë është pyetja që duhet bëjmë përballë këtij projekti. Ndërkohë që siç u thash, projekti akoma nuk është dorëzuar. Studimi mjedisor akoma nuk është bërë. Patjetër që do t'i shohim kur të vinë dhe do t'i ekspozojmë dhe do kuptojmë të gjithë se çfarë po bëhet. Por unë po them që me që më kam parë syt nga çfarë po bëjnë ata njerëz, është diçka që në Europë dhe në Mesdhe nuk është. Po pse duhet të rrim ne të shikojmë me zili Greqinë për Costa Navarino? Costa Navarino qa ishte? Qa ishte Costa Navarino? A ishte zonë e mbrojtur? Apo s'ishte? Nuk e di në çfarë kategorie. E keni parë që është Costa Navarino sot? Krenaria e turizmit grek. Pse duhet ne të shikojmë me zili Greqinë për Costa Navarinon apo për të tjera gjëra? Me admirim po e shikoj Greqinë patjetër. Po me zili pse? Pse duhet të shikojmë ne me zili Malezi? Zveti Stefan qa ishte? Qa është Zveti Stefan? Monument kulture i kategorisë parë absolut. Pse është bërë hotel më së tri? Po Kroacinë pse duhet të shikojmë ne me zili? Dubrovniku qa është Dubrovniku? E të tjera e të tjera. Mund të konkurrojmë ne, duam të konkurrojmë ne me këta. Në qoftë se nuk duam të konkurrojmë dhe duam të rrim të turizmi i masës me buk me vete që prodhojnë mbetje më shumë se sa që sjellin të ardhura, kjo është një zgjedhje që mund ta bëni, jo me mua. Me mua jo. Turizmi i masës na është dashur në këtë fazë sepse është turizmi i ambasadorëve. Të gjitha ata janë ambasadorët tanë që shkojnë kudo dhe thonë sa e bukur Shqipëria. Tani ne na duhet turizmi i klasit që të na sjelli shumë para, jo për mua, jo për mua. O fatos, jo për mua. Se unë jam i informuar që unë kam qenë i vogël që pas sa do të besosh në Zot, dhe më ka informuar një njeri që beson dhe shumë në Zot, që ishte gjysha ime, sa do të besosh në Zot, mos harro, që një ditë do ikësh nga kjo botë, dhe atje s'ka as cash, as karta krediti më pas, mësova që ekzistonin, as roba, as gjë. Jam informuar. Ashtu si kundër jam informuar nga Imat që e vetmja gjë që vlen është Charles Mbrapa për kujtim. Unë kujtim përfundimtar, turizmin e masës, nuk e lë dot si pjesë misionit tim. Unë duat lë gjërat cilat bashkë me ju t'i bëjnë të mundura dhe t'jenë krenar në gjenerata fëmijët tanë. Dhe të vinë të gjithë dhe t'na kenë ne zili. Pse t'i kemi ne zili ata? U shqetësuan gazetat greke se po dëmtohet mjedisi në Zvërnec. Po pagat si do i rrisim ne më shumë? Na duhet të arrisim prodhimin e brendshëm apo jo? Na duhet të arrisim prodhimin e përgjithshëm kombëtar. E kemi rritur goxha. E kemi pasur më pak se 10 miliardë, kemi qenë 27, unë duhet ta çojmë 35 deri në fund të dekadës. E dini sa e impakton prodhimin e përgjithshëm ky investim? Llogariteni vet. Ne e kemi 27 miliardë. 4 miliardë është investimi. Dhe
nuk është vetëm vlera që krijohet nga investimi vetë. Po janë gjithë ato që vinë mbrapa, 10.000 të punësuar, jo të punësuar tek Mihali i Porto Palermos. Doni turizmin e Mihalit? Se kam dëgjuar ca që thonë, mos i japim tuajve ne, le ta bëjmë vetë ata aty të aranxohen vetë. Mihalin doni? Ha? Unë them jo. Se e kemi bërë zgjedhjen që të jemi aktor në një arenë ku si jemi vetëm. Ishim ne, vetëm ishim. E kishim të mbrojtur të gjithë Bregdetin, edhe nga vetja e kishim mbrojtur. Madje e kishim mbrojtur dhe detin deri në një distancë caktuar. Po bujqësinë si do ta mbështesim, si do ndihmojmë ne? E dini sa ushqim duhet për këto investime? Po ku do t'i marrin ata? Ndërkohë që shikoni powerholding.com është holdingu që ka kompaninë më të madhe të agro ushqimit dhe biznesit në lindjen e mesme. Dhe një nga pjesët e planit është stimulimi dhe lidhja e marrëdhënieve me fermerët për të dhënë ushqimin bio të Shqipërisë, se për të marrë ushqimin e Greqisë shkojnë në Greqi, ose në Itali, ose për të dhënë ushqimin bio të fermerëve tanë. E kuptoni se çfarë lloji fabrike ndërtohet atje për ekonominë tonë? Se nuk është vetëm do vinë ta marrin tuaj, çfarë do marrin tuaj? Kë do marrin detin? Jo, do ta pastrojnë. Laguna është në pikë të hallit, por nuk ju intereson ambientalistëve. Është në pikë të hallit. Do pastrohet. Prandaj po bëhet gjithë ajo punë me inxhinierë mjedisi. Do shtohen breza të tërë pemësh, rëre, ishuj të vegjël. Është diçka krejt tjetër. Lëreni të mbarojnë punën. Pastaj gjykoni. Kështu jemi prapë, s'ka problem. Nëse s'do ju pëlqej projekti, shkoni edhe merrni me guna për mbitela. Guna dhe aty janë. Dhe në fund fare, duhet të them që ne nuk mund ta lëmë këtë debat të bëhet një debat për një kompani private, hajvanësh të sigurisë që na morën fytyrën të gjithëve si vend në fakt. Edhe pse unë nuk do isha aq i lumtur kur i shikoja ato pamje që i shpërndan bota, se për botën është bukur shumë që ti na tregoj ne si këta janë ata të vërtetët. Po këtë nuk e marrin parasysh këta manipulatorët tuaj. Ky s'është debat as për kompaninë. Ky s'është debat as për shefjet Kastradën, që t'jemi të qartë. Fare. Ky është debat për Shqipërinë dhe për çfarë Shqipërie duam nesër, dhe kaq e thjeshtë është gjëja. A e mbajmë dot sfidën e një gjëje të madhe? Patjetër që është një projekt i madh, ka rrisjet e veta. A jemi të gatshëm që të punojmë për këtë, duke i mitiguar gjitha rrisjet edhe duke bërë më të bukurën për atë vend, për vendin ton, për popullin ton, për fëmijët tanë? Kjo është sfida jonë dhe për këtë duhet të angazhohemi. Është kollaj të bësh të kundërtën. Nuk kemi ne asnjë luftë dhe asnjë dilemë lidhur me ata që protestojnë, me ju që po ju drejtohem gjatë gjithë kohës, dhe me ju nuk kam parasysh gjithë ata që protestojnë. S'kam parasysh Fatos Lubonjën. Shera parë që ja përmend emrin për shumë vitesh. Po e kam pasur mik, edhe më vjen keq për të. Por me thënë drejtën më vjen keq edhe për ju që të shkoni pas tij. Sepse është e pavërtet.
është tërësisht e pavërtet, si që thash. Por unë ju mirë kuptoj edhe njerë për ta mbyllur, edhe unë do kisha bërë një gjë, sikur mos dija të gjitha këto gjëra që ju thash një nga një. Dhe mos qohet njëri të më thotë që pse nuk na i keni thënë më parë, sepse e para kemi thënë që po bëhet një projekt, por nuk e kemi projektin. S'është bërë gati akoma. Nuk e kemi studimin mjedisor, s'ka ardhur akoma. Ndërkohë që Ministria e Mjedisit, përpara, jo tani që ndodhen këto, por përpara ka nxjerrë dhe një urdhëres për të bërë punën e vet dhe për të marrë vendimin lidhur me impaktin mjedisor dhe për të dhënë të gjithë porositë e duhura në rast se investimi do shkojë përpara. Çfarë duhet të thoshim ne përpara? Ai ishte projekt privat. Për Sazanin po. Kemi ne detyrë t'ju informojmë rregullisht kur të kemi informacion. Dhe nuk mund të bëhet një gardh shumë i shëmtuar, një akt skandaloz i një roje sigurie, pleshti që djeg gjithë Jorganin. Kompania e mori dënimin e vet, të plot, ata që vun telat me gjëmba do ta paguajnë gjobën e tyre të plot, dhe ne duhet të vazhdojmë përpara dhe të shikojmë hap pas hapi zhvillimin e projektit. Dhe mos e harroni asnjëherë, ditën që do të më shkonte në mendje t'ju tradhtoja, do largohesha kokulur dhe nuk do rija më këtu. Kaq kisha unë tani, ndajeni mendjen, si doni të vazhdojmë.